Në verën e vitit 2025, pas denoncimeve të shumta nga qytetarët të zonës, udhëtuam në fusharës të Pukës për të parë nga afër shkatrimin që i bëhet prej një kohe të gjatë të lumit Fan nga shoqëria aksionere Beralb, e cila operon prej shumë vitesh në territorin tonë në sektorin e pasurimit të bakrit, dhe ajo çfarë pam është pak të quhet një skandal mjedisor. E gjithë kjo papastërti, e gjithë kjo ngjyrë vjen si pasojë e shkarkimit të ujit me mbetje nga kompania Beralb dhe e gjitha vjen këtu. Shikojeni pak se çfarë ngjyre ka marrë toka, uji, gurët. Uji i ndotur që vjen përmes tubacioneve nga aktiviteti i firmës turke derdhet në përrojën e Micojt, i cili bashkohet me Fanin e vogël, një degë lumit Fan, duke e kthyer këtë të fundit në një lum të vdekur, pa bimësi dhe pa gjallësa. Dhe ky mund të konsiderohet pa frikë, një krim mjedisor që shtrihet nga lindja në perëndim, sepse Fani bashkohet me lumin mat, duke u derdhur më pas në detin Adriatik. Është një ndotje 10 kilometra në vijrrjedhse, e cila shkaktohet nga kjo kompani e përbërë nga aksioner turq, izraelit dhe kinez. Për shkak të situatës emergjente, kërkuam të merrnim një përgjigje për ndotjen e lumit, i cili nga sipër duket vërtet si një gjarpëri ndryshkur që kalon mes për mes fusharzit. Unë jam Freardi, nga emisioni Piranja, do donim të takonim në një përfaqësues. Po, patjetër. Nuk e lejmë me një marrë këtu, se nuk janë këtu. Pasi na përcollën me justifikimin e mosprezencës së përfaqësuesve, i bëm një shkresë zyrtare kompanisë Beralb, duke i drejtuar disa pyetje që, siç tham, lidhen kryesisht me aktivitetin e tyre dhe ndotjen që kanë shkaktuar ndër vite, duke arritur deri aty sa t'i ndryshojnë ngjyrën natyrale ujit, gurëve dhe tokës. Por nuk morëm asnjë përgjigje. Ndaj u drejtuam institucioneve përgjegjëse. Më datë 21 korrik 2025, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit na bëri me dije se më 16 janar 2024 ka kryer inspektime në terren dhe pas konstatimit të shkeljeve nga ana e kompanisë, ka aplikuar një gjop me vlerë 100 milion lekë të vjetra, si dhe pezullimin e menjëhershëm të aktivitetit deri në marrjen e masave konkrete. Por këto vendime u konsideruan të gabuara nga ana e firmës Beralb, e cila një javë më pas bëri ankimim pranë IKMT-s. Pezullimin e aktivitetit Beralb e konsideroi masë ekstreme, e cila ndikon negativisht në ekonominë e firmës dhe qytetarëve të fusharzit, të cilët janë të punësuar në kompani dhe miniera. Mirëpo pavarësisht këtyre argumenteve, Komisioni i Shqyrtimit të Ankimimeve la në fuqi vendimin e IKMT-s. Mirëpo Beralb nuk u dorëzua, duke shfrytzuar të gjitha kartat që ia mundson ligji. Dhe karta e fundit ishte sigurimi më datë 31 tetor 2024, një masë sigurim pa dije nga gjyqtari Adrian Shega, të cilin me sa duket nuk e lidh asgjë me fusharzin. Ndaj nuk e ka parë nga afër ndotjen ekstreme që ka kryer kompania ndër vite, në dëm të komunitetit. Sidoqoftë ne vazhduam punën tonë. Dhe lidhur me dëmin e shkaktuar nga kjo kompani që grumbullon miliona dollar nga pasurimi i bakrit që nxjerr nga minierat tona, e pam të arsyeshme që veç korespondencave me institucionet përgjegjëse për ndotjen e mjedisit të komunikojmë edhe me Bashkinë e Fusharzit. Për firma është e papranueshme, nëse ndotja e ujit do të vazhdoje, si bashkia kemi bërë disa kontakte për problematika që krijohen, me drejtorin kam bërë disa takime, përfundimisht kemi vendosur që ai të rinërtojë pusët e dekantimit, të cilat do ta ulin mosën 90% ndotje. Ky vëzhgim, siç tham, u bën nga ne në muajin korrik 2025. Ndaj për të mësuar më shumë rreth dëmit që kjo veprimtari shkakton banorëve të zonës dhe premtimet për investimet e kompanisë, udhëtuam sërish në Fusharës në muajin tetor, duke kuptuar diçka tepër të rëndësishme. Ndotja ishte shkatrimtare për ekonomitë e vogla të banorëve të atjeshëm. Tani ndimër është i ndotur apo vetëm në verë? Edhe ndimër i ndotur. E përdorni ju atë? E përdorni një lagje më poshtë për vaditje. Për mua kanë vështirë me eliminu kjo. Kjo është vazhde vjetër, nuk ka se filloj të shih. Sa do më mundu shifet. Se i shimë, e marrë që aty. Si prodhim s'kam marrë për kësaj. Nga kjo gjë, nga ky problem? Jo, vetëm për kësaj. Vela rrushin tash pik lang. S'ka ujë, s'ban nuk më apo si shumë. Kan rënë gjën e gurit sa më fort. Unë më e di lop, edhe kur ishte lop spinu ujë. Vadisim tan ot ne ka shit skorca, si thonë na ças duçen. Nuk prodhon toka. Jo, s'prodhon. Vetë shumë. Çka kena më thënë? Na ka për short këtë artet parëve tonë, tokën e parëve si. Që janë vëzhgja më shumë. Pro kanë zër jashtë përdorimi. Paralelisht me punën tonë, edhe Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë ka kryer analiza serioze për të parë rrezikshmërinë që paraqet ndotja e lumit. Analizat që janë bërë tregojnë norma shumë herë më të larta se sa standardet e lejuara të vendit tonë. Është vënë re që në derdhjen e një kanali i cili vjen nga dampa e fabrikës së pasurimit, limitet janë shumë të larta, sidomos të aluminit, i cili limiti është 200 mikrogram për litër, kurse rezultati i analizave ka treguar që është 5369 mg për litër, pra shumë i lartë. Gjithashtu hekuri ka një
limit përsëri në 200 mg për litër, por tu është 65.000 mg, pra shumë herë më lart. Gjithashtu dhe nikeli rezulton mbi limitin e lejuar, është 52 mikrogram. Sipas studimit, fatkeqësisht ndotja nuk është vetëm në një pikë, por në të gjithë zonën. Analizat janë bërë në rrjedhën e lumit fan dhe tregojnë për shembull pranë fshatit Shpoz, edhe aty ka disa elementë të cilët janë jashtë limiteve të lejuara, siç është për shembull hekuri, nga 200 është 1450 dhe analiza e tretë e cila është bërë në krah të fshatit Shpoz. Edhe këtu zingu del me një përqendrim shumë të lartë, nga 200 që është limit është 2997, apo edhe bakri nga 60 mikrogram që e ka limitin është përsëri 1672. Pra nuk kemi të bëjmë me një ndotje paksa mbi mesataren, por me nivele 10 deri në 20 fish më të larta se norma. Tregon që këto ujëra janë të ndotur, po dhe vetë aspekti i lumit fan tregon që ka një ndotje pasi vihet re me sy që janë oksidet metaleve, sidomos të hekurit e ngjyra e kuqërem, ishte shumë e dukshme. Gjithashtu edhe lumi i këtij lumi është edhe ai ndotur pasi aty depozitohen gjithmonë këto ujëra, si thua, lënë një pjesë të mineraleve të tyre në tokë. Ujërat sipërfaqësor si dhe ujërat nëntoksor janë të gjitha subjekt i një rregullore shumë të fortë të komunitetit evropian dhe Shqipëria është e detyruar që dhe ajo t'i zbatojë këto. Por me që ende nuk jemi pjesë e Europës, nuk është se na prish shumë punë. Le të na e shkatrojnë të huajt natyrën dhe shëndetin. Jemi mësuar tashmë. Këto ujëra sipërfaqësor shpeshherë infiltrohen gjithashtu edhe në ujërat e pish. Nëse dikush do ketë një pus, këto ujëra mund të infiltrohen dhe të ndotin ujin me të cilin ata banorë përdorin, edhe nëse nuk e përdorin për të pirë, përsëri e përdorin për të gatuar dhe metalet e rënda janë persistente, do qëndrojnë aty, por gjithashtu për faunën dhe florën është rrezik shumë i madh, pasi asnjë gjallës nuk do të jetonte në këto kushte, në këto përqendrime të larta, përmend arsenikun, i cili mund të akumulohet dhe më pas nëse edhe sikur të ketë peshq, nëse dikush do ta konsumojë, këto metale do të transportohen te njerëzit, por edhe të mos harrojmë se këto lumenj shpeshherë janë edhe vende ku baktit vjen edhe pinuj, të cilat më pas nëse do të ishin kafshë që do përdoren për qumësht apo edhe për mish, këto metale si thua do të transportohen, pastaj do vinë në ushqimin tonë. Dhe rreziqet janë të mëdha. Nuk janë rreziqe që kuptohen menjëherë. Pasojat e këtyre ndotjeve, sidomos metaleve të rënda, janë ato që vijnë re pas disa vitesh apo dhe dekadash. Është një stres që i vihet sistemit imunitar duke e vënë në kontakt me këto metale të rënda, të cilat dal nga dal gjithmonë konsumojnë organet tona. Sidomos metalet e rënda janë shumë të rrezikshme, pasi dihet që një pjesë e madhe e tyre akumulohen në trurin tonë dhe më pas janë gjithë ato probleme mendore si demencia apo skleroza, të cilat influencohen në një shkallë shumë të madhe nga këto ndotje. A nuk është kjo një këmban alarmi për institucionet që të ndërhyjnë me urgjencë për t'i dhënë fund kësaj ndotje me pasoja katastrofike? Ndodhemi në Fusharës, kemi ardhur këtu në verën e vitit 2025. Erdhëm sërish në fund të vitit 2025 për të parë dëmin që i ka shkaktuar kompania Beral, lumit fan dhe gjithë zonës. Sot jemi në muajin prill të vitit 2026 dhe gjithçka që ka bërë kjo kompani për sa i përket investimeve është ky rrethim me tela dhe nga informacionet që kemi marrë janë ndërtuar puset e kullimit, ndoshta me qëllim për të minimizuar ndotjen, por me sy të lirë shihet që uji që vjen nga dampat e kompanisë Beral sërish është me ngjyrë dhe mund të themi që vijon të jetë i ndotur. Ajo ngjyrë është prezente sërish dhe nuk ka ndryshuar. Në këtë zonë, ato pak familje që kanë mbetur e shfrytëzojnë tokën sa të munden, por frytet që marrin për mos të thënin eksistente janë minimale, pasi uji që vadisi në shtepër i dëmshëm për të mbjellat. Shoqëria aksionere Beralbe ka shtrirë aktivitetin e saj në disa zona të vendit tonë, duke u kthyer kështu në një ndotëse masive dhe konsistente e natyrës. Kësaj here u thojmë në fshatin Kimës të Pukës. Ky është përroj i fshatit. Gurët, uji, toka kanë marrë ngjyrë të kuqeremt për shkak të derdhjes së mbeturinave që Beral bën në këtë zonë. Probleme këtu ka shumë sa s'dim ka të rendisim më parë. Firma që operon që në 2000 ka ardhur këtu, e ka bërë fshatin pa banueshëm. Deri para një viti, 2 vit sterilin që nxjerrshin jashtë, el shoqën tonë. Që ka një gur aty, që ka ardhur duke punuar njerëzit në kopsh, duke çashti minierë. Ka pas njerëz kur ka rënë ky gur i madh? Kanë qenë njerëz në mollë, ka qenë të ik drejt, ka deviju ka ardhur alo, shesi janë gur minierë. Mollënin e kemi jashtë funksionit. Rreth 400 vjeçar është kjo rreth 7-8 vjet që s'punon. Sa ka ju fshati jon, mollini ka qenë funksion të punë. Nga acidi i tepërt, tubi hekurit ashtu, edhe jashtë funksionit. Edhe këto fletë të mollinit nga acidi ngrihen. Jeni ankuar diku? Ko 20 vjet që ankuar apo asnjë masë. Jo, fare. Edhe burimi i ujit aty që kena pi, se mbahet me në fshati, prapa është jashtë funksionit. Sterili kur bie shi vjen drejt tek këto në prrua. Jashtë ja ka bën. Për ta sqaruar, sterili është mbetja që del nga përpunimi dhe pasurimi i metalit. Edhe toka që po ecim ka marrë ngjyrë. Ka marrë ngjyrë, vjen këtë pra këtë sterili aty vjen
vjen tash Toka cid. Po, toka cid. Kam vreshtë jashtë funksionit, vreshtë, do të shoj edhe ke vreshta. Çdo gjë është në vesh shurdhën to. Merru sa dush, spyt kush. Këto fjalë janë eksaktësisht të njëjtat me ato që kemi dëgjuar nga banorët e Fusharcit. 26 kilometra më në veri të qytetit Pukës, duke kuptuar se halli nuk është vetëm i një fshati të vogël, por i një komuniteti të tërë, i cili prej vitesh mundohet të ngrej zërin. Ja si është bota tash, edhe rruga kamësore që kalojmë aty. Llogaritë kur bën fi pastaj. Një gjumë bëhet të kur bën shiu. Këtë uji vjen për jatjes, për rrafit minierës. Ja ku është burimi aty. Ja funksionis, mund vëm buz motë. Kena pasi këru diku aty që dilte. Tash ti vjen ajo pjesa e sterilit që nxjerrin nga mrena minierës. Të hajde pikë këtu pastaj. Sa më shumë mes miniera ande me shfrytëzimin, i pret damart e ujit. Dhe e nxjerr gjysmë e fshatit në thatë. Gjysën me të ndotën. Për çfarë përdorni ju atë? Për të vadit, për të pi kafsh, po ta shpin më kafsh, as blet, s'ka më blet fshat. Dhe siç thot një shprehje e urtë popullore, ku nuk ka blet, nuk ka jetë. Sa familje ose sa banor mund këtë pasur zona dhe sa kanë mbetur? To kanë qenë rreth 120 familje, 130, po ti llogarisim. Pastaj ikën 20-25 që banojmë këtu, që flem çdo natë. A kanë lidhje këto familje ndoshta me kompaninë që mund të punojnë? Pjesa dërmuese. Edhe nuk mund të ankojnë, nuk mund të flasin se janë të lidhur ekonomikisht. Nuk punojnë nga një zonën. I fshilen nga puna, spyt, i heq, edhe kanë ngel tash i pa zonë. Fshati ka ngel poshtë veti. Si janë, s'ka ma keq. Po sikur ta shohësh ditë fiu, ose një ditë dielli që është plohun kur vin 20 kamiona të mëdhej, që i kanë nga 20 goma me 3-4 akse. Tu reja plohunit del deri aty ku i themin në malit Munellës. Po tokat që mund të keni këtej me ujin që vadisni apo prodhojnë më? S'prodhojnë fare. Po ti shifi, janë farrat që kanë pasbën dikur as i kokër. Edhe thona që droni më fort edhe ajo të sjep më tash. Ka marrë çdo gjë. Këtu për shembull ku jemi, në tokë kujt jemi? Temin e ku thoni vetëm, djemve xhaxhajte, fshatarëve të tjerë. Dhe është kthyer kështu për shkak kompanisë? Dhe asnjë dëm shpërblim, asnjë mas. Fare. Burrës nuk të hapin as derën. Kemi bën edhe peticion, kemi bën edhe grev. Mirë po atëherë kryetari i fshatit atëherë se futi i kamion puna edhe do morë kush më punë. Shkoi rregulloi pastaj tjetri kështu bën. Ja 2-3 që i morëm gjasme për mazgjuar. I kenë bënë marrëveshje me kompaninë shef, futën kamionat në punë, makinat edhe e mbyllën atë punë. Nuk është hera e parë që në zona të varfra kompanitë në vend të zhvillimit çojnë shkatrim, arrin të blejnë edhe zërin e banorëve, të cilët shesin dinjitetin për t'ju çuar bukën fëmijëve. Dhe për këtë nuk kemi pse i gjykojmë. Uria nuk pyet. Më thej që ke toka këtu që të kanë dalë jashtë funksionit komplet. Mundemi që ta afrohemi të shohim? Po. Sa herë bjeshi, për jetë pjesë në rrafshit ku punohet atë, ku nxjerrët minerali edhe ku nxjerrin to sterilet, të gjitha ato rreket mlidhen edhe vjen to pastaj. Shaf, goma, tuba, tela. Tu as ke kukullot, as dhin, as lopën, këto kemi mfshatna. Kan bëni gropa të një pus, mushët ai kalon prap ton. Pastroj ndonjëherë kur të mushët vjen, prap bjen klej. Edhe s'jap kërkush gjevap. Kërkush. Për të shkuar tek tokat e familjes Ndoj, ngjitemi edhe më sipër malit. Terreni është i vështirë, sidomos në këtë kohë kur edhe rruga e këmbësorëve është dëmtuar nga aktiviteti mineral i kompanisë, por jo vetëm rruga e këmbësorëve, edhe ajo e automjeteve. Ka qenë rruga jo nalt, e ka qenë kthesa atje. E ka marr kompania, e ka bën kthesën to. E bën për të favorizuar veten e tyre punimet. Po, për të favorizuar punimet. I shef to shtyllat kanë qenë aty, për çet. Ja kushtojnë në tesa aty. Kanë qenë që mos na i kap të era. Tash ti ka pera i takon tela, ti kanë lidh sa më than. Edhe na kanë rulinë e dritave. Probleme me energjin? Ka sa dush, takon tela sa të fryrë takon. Zëre s'kemi drita fare. Ngjitemi edhe disa metra në të përpjet të malit të Munellës, në tokat e familjes së Albert Ndojt, atje ku sot nuk ka mbetur më asgjë. Këto e të rruga sipër, në kodër të sipër të nalt, për pjesë ku është kodra kështu, e të rruga këto komplet ka qenë tokë trashëgimie. Kjo pjesa këto kanë qenë mbi 33 jarra në prodhim. Të tuat? Të mia. Plus se kim pas vënë të vogla kanë qenë në rritje. Rruga e vjetër që ka pas bën në Enverhoxha ka qenë sipër, s'ka pas rrugë. Kjo është rrugë e krijuar? Kjo rrugë e krijuar. Në tokë tënde? Në tokë tonë, po pa pyet pa fare. Një kompani private e huaj që vendos rregullat e saj në një fshat shqiptar dhe madje zapton prona, kjo ka përcen çdo lloj fantazie. Komplet kjo morana këtu kanë qenë komplet me arra, në prodhim. Ka zënë morana gurt, të këto i kanë hedh gurt, me fadromi janë thyer në hub. Se këtu mund të ishin sot edhe 73 arra që kim pas vu. A shifit gjansat, kam pas mundësi me furnizu gjithë ne mamorzit me arra, se të blie edhe për veti, se kam as nisët. Kjo pjesa këtu si shifni, ma para ka qenë, si thojmë, veni shet, ka qenë dhënë mesha gjithë shatit. E kanë mulu edhe ata. Kjo këtu, atë bushet me se ka qenë një dilim tokë buke këtu, se e kanë bërë skandal. Alberti thot se prej vitesh janë bërë ankesa me iniciator babajnë e tij të ndjer, por asnjë mas nuk është marrë. Ka bën kesa, ka hik në bashkim gjithë anë, i kanë marrë gjitha kërkesat që ka bërë baba, i kanë hedhë në koshat e motorinave. Nuk është dhënë asnjë lloj përgjigje. 16 vite se kanë bërë dëm. Tu kanë marrë ka 3 kintal, 4 kintal arra në vit. Kanë qenë familja ime tu
punu këtu te ara, i merrshin me fadro minjere, i ecin gurt nga sipër, më kanë pështu 2 herë familja për ra gurt në shpenë, kanë hik prej orës vet. Edhe më skeptiku nga këto fjalë të Albertit nis të ndryshoj mendim kur she nga afër situatën. Ndryshimet negative dhe dëmet që janë shkaktuar zonës janë të dukshme. Gjithçka e konsideruar mbeturin, gur, tuba, goma, nga sipër janë hedhur si pa të keq poshtë në tokën e familjes Ndoj, duke rrezikuar edhe jetën e njerëzve. Ndërkohë, bashkë me 2 banorët, shkoi më afër porojit të Kimzës, i cili derdhet në lumin fan duke e ndotur atë. Dëmi është i dukshëm, ngjyra e kuqërremtë është prezente kudo, në tokë, në gur, në ujë. Si shifni edhe vetë që është bë kush me këta vadisin, që kur ka fillu Beralbi. Si shifni se janë bë kush edhe gurt komplet. Pri sipër deri te tuneli poshtë komplet kush. Çat vadisin me këtona. Asi me maribi me ta vesh aty ti hedhi shacit. Në realitet i gjithë fshati të jep përshtypjen sikur është hedhur vërtet acid mbi të. Pemët janë të thara, toka, burimet e gjithë zona po vuan pasojat e aktivitetit të kompanisë turko-kineze izraelite. Me Albertin ngjitemi edhe më sipër fshatit Kimës, në tokat e familjes së tij, aty ku sot nuk duket asnjë shenjë jete, bimore apo shtazore. Kjo kthesa ka qenë mama tonë. E kanë nxjerru, kanë ngrënë këtej? Kanë ngrënë këtej. Pjesa këtu e mbi 500 metra që ka qenë tokë buke. E familjes tash i shive gurt e minjerë kanë marrë nga matana ne, nuk kanë pyet njeri fare, e kanë pro këtej. Ju kanë thënë mos hidhni gur makne, sa ikshna bishna poshtë mamorras, kur vishna këtu gjeshna një kamion tepër. Skandal. Edhe tokën e bukës këtu e kanë presh komplet. Edhe këtë tokën e mbillnit? E kena mbjell çdo vit. Me çfarë kryesisht? Misër. Tash ti shifni vetë se si është katandis. Luftë. Kena qenë ju kam nikë te zyra, kanë thënë s'kena hedh me torina. I kanë thënë hajde shikoj veni, nuk kanë pranuar marr. Juve ju paska dëmtuar familjarisht. Në gjitha anë. Djeshtë e familjes më kanë shkatruar totalisht ka 16 vite, mos më thanë edhe më shumë. Unë me ato arrat e me zhanët tonë kam harë bukën deri vonë. Tash ti ku jetojmë? Pranë fshatit Kalivare takojmë 65 vjeçarin Zef Nikoli, një tjetër banor autokton i prekur drejt për drejt nga aktiviteti i kompanisë Beralb. Historikisht që kur ka ardhur kjo, unë kam pas pretendimet e mia. Kryesisht ujtë e vaditjes edhe pluhnat e rrugës. Derisa më kanë kërcënuar, kanë thonë të heqë prej punë, po folëm para 4 vjetëve kjo punë. Po folëm kundër kompanisë. Po, takim mos takimi, të folëm mos të folëm, nuk zgjidhem gjë. Unë kërkoj ujtë e vaditjes të jetë i pastër, dëmtimet që më janë bën bujqësi, të dëm shpërblen zotni. Toka po prodhon më tani? Toka, në mënyrën më kategorike, rreth 20% prodhon, 80% ka shu. Kam mbjell 1 dylim tokë, vjetë kam bën 140 kg misër. Ajo tokë që ka pa bën dikur 6 kintal, unë jetoj me bujqësi, më paktën na lën punën tonë. Asi lloj zgjidhje pjesa më e madhe e këtij pellu është i punësor, nuk te kompania dhe fiks kanë konflikt interesi ata. Nuk mund folën as nuk mund pretendojnë pas asgjë. Me qëllim për t'i dhënë fund kësaj katastrofe mjedisore, disa banor të zonës kanë bërë denoncim edhe në prokurorinë e Shkodrës. Në një korrespondencë zyrtare me këtë të fundit, na u bë me dije se në vitin 2025 është regjistruar procedim penal ndaj kompanisë Beralb dhe çështja vijon të mbetet në hetim. E me që çështja është në hetim, e ndjejmë si detyrim t'i bashkohemi banorëve me kallëzimin ton për çfarë kemi parë, investiguar dhe dokumentuar përgjatë këtyre 9 muajve. Të ngres zërin për mjedisin nuk është më gazetari, por një detyrim qytetar. Kjo ka qenë pasuria e trashëgimia. S'ka tjetër pasuri. Nuk e di ku më jetu. Detyron të migroj për fajt shtetit, pra që këtë bëj sllav në Europë me harit së bukë. Vjet turku sot e zaptohet, për para 500 vjetëve s'ka rrit marrë. Tu është i vjen na zapto me politikë. E po na ve kamën, po na shkel. Nuk kemi shtet pra si po na jep as lloj përgjigjeve, po na ve kamën edhe shteti edhe turku bashkë. Na vdesin për bukë. Kjo jetë se na ka lënë shteti pra. Me na shkatroi totalisht për zgjalli.